Europa mund të ketë në dispozicion karburant për avion vetëm për rreth 6 javë. Kështu deklaroi sot drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, Fatih Birol, duke paralajmëruar se anullimet e fluturimeve mund të nisin së shpejti nëse furnizimet me naftë vazhdojnë të mbeten të bllokuara për shkak të luftës në Iran. Në një prononcim për Associated Press, Birol paraqiti një tablo të rëndë të pasojave globale të asaj që ai e përshkruan si kriza më e madhe energjetike me të cilën jemi përballur ndonjëherë. Sipas tij, situata është serioze dhe do të ketë ndikim të madh në ekonominë botërore. Sa më gjatë të zgjas, aq më të rënda do të jenë pasojat për rritjen ekonomike dhe inflacionin në të gjithë botën, thot ai. Ai thekson se ndikimi i menjëhershëm do të reflektohet në rritjen e çmimeve të benzinës, gazit natyror dhe energjisë elektrike. Birol vlerëson se pasojat ekonomike nuk do të ndihen njësoj në të gjitha vendet. Sipas tij, Japonia, Korea e Jugut, India, Kina, Pakistani dhe Bangladeshi ndodhen në vijën e parë të krizës energjetike. Vendet që do të goditen më shumë nuk do të jenë ato që dëgjohen më fort në arenën ndërkombëtare. Do të jenë kryesisht vendet në zhvillim, veçanërisht vendet më të varfra të Azisë, Afrikës dhe Amerikës Latine, tha Birol. Ai shton se më pas pasojat do të arrijnë edhe në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke folur për Europën, ai tha se nëse ngushtica e Hormuzit nuk rihapet, së shpejti mund të ketë njoftime për anullime të fluturimeve mes qyteteve europiane për shkak të mungesës së karburantit për avion. Kreu i agjencisë shprehu gjithashtu kundërshtimin e tij ndaj praktikës që sipas tij Irani ka zbutur tashmë për disa anije duke kërkuar pagesa milionshë për të lejuar kalimin nëpër ngushticën e Hormuzit. Ai paralajmëron se nëse ky sistem tarifash kalimi bëhet i përhershëm, mund të krijojë precedente edhe për rrugë të tjera detare strategjike si ngushtica e Malakës në Azi. Nëse e ndryshojmë këtë rregull, qoftë edhe një herë, mund të jetë vështirë ta kthejmë pas. Do të jetë vështirë të pranohet një sistem tarifash këtu por jo diku tjetër. Do të doja të shija që nafta të rrjedh pa kushte nga pika A në pikën B, deklaroi ai për Associated Press.